Shëndetje nga Athena. Kënaqësi. Është dërguar një mesazh emergjence, siç edhe përcolla disa minuta më parë në disa zona të Greqisë. Çfarë parashikojnë meteorologët? Ka, le themi, rreziqe serioze nga kjo stuhi? Shqetësimi është i madh, jo vetëm mesazhi, po pak më herët, para pak minutash është dhënë një mesazh ose një mendim më saktë i Ministrisë Analoge, ku ditën e nesme në gjithë periferinë e Athinës, Atiki, nuk do të zhvillohet mësimi për shkak të përkeqësimit të modit të shirave të rreveshëve që pritet të ndodhin ditën e nesme. Por të evituar çdo moment ligat apo të rrezik të fëmijëve apo edhe të qytetarëve, është kërkuar rrallimi i udhëtimeve të panevojshme, pra i qoftë me automjet apo me këmbë apo me motora. Pasi Athina ka shumë popullat dhe ka shumë lëvizje, është kërkuar që fëmijët mos shkojnë në shkollë pra të jenë të mbyllura. Nga ana tjetër është kërkuar të bëhet kujdes sepse priten shumë shira të rrëmbyshëm dhe për të evituar fatmirësisht ka funksionuar mesazhi që ju përmend pak më herët në Greqi, qoftë mësim me detyrimet natyrore me zjarret apo edhe aktualisht kjo me stuhinë aktuale Bajron që pritet të kulmojë ditën e nesërme. Në cilën pjesë paraqitet rreziku më i madh, Guri, nëse mund të flasim ndoshta edhe me qytete? Aktualisht epiqendra është Athina, janë qytete të tjera, po Athina është më rrezikuar për fakt se është një hapësirë shumë e madhe, ka mungesë jeshtëllëku, ka beton dhe sigurisht një rrebesh me kozgjatje, pra disa minuta do të mjaftonte për të krijuar probleme shumë serioze apo edhe të rrezikonte jetë njerëzish, sigurisht edhe pronë privat të qytetarëve. Mbas këtij mesazhi në 112 edhe mbas qëndrimit të herpashershëm nga ana e meteorologëve, mund themi se ka panik Guri në Greqi për këtë stuhi? Ka shqetësim, do thosha ka panik, për vetë faktin sepse Greqia është në një tension politik, do thosha edhe për revoltën dhe bllokim të rrugëve nga fermerët, ka një të themi një ndryshim shumë të madh në skenën politike me figurat larta, por sigurisht mesazhi dhe vendimi i pak minuta më parë për mbylljen e shkollave ditën e nesme në Atik rrit së tepër shqetësimi dhe është një thirrje për të gjithë të jenë më të vëmendshëm sepse është fenomen natyror faktikisht vitet e fundit në Greqi janë bërë të paparashikueshme dhe shpeshherë rrezikojnë dhe kanë marrë jetë njerëzish. Qartë, Guri, të falenderoj shumë për gjitha detajet.